Prokuroria e Sarandës ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar në gjyq dosjen penale për kryeinspektorin e Inspektoriatit Vendor të Mbrojtjes së Territorit, 3 inspektorë dhe 1 person tjetër për një ndërtim të paligjshëm në Ksamil, në zonën e quajtur Kanali i Vivarit, e cila është zonë e mbrojtur dhe ka statusin e monument natyre. Kryeinspektori Artur Musa, inspektorët Vangel Xhavara, Erton Zekaj dhe Besjan Koçi akuzohen për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Nga verifikimet rezulton se ndërtuesi në atë zonë quajtur Resul Piro, dhe të cilit rëndon akuzën ndërtimit paligjshëm, pushtimit tokës, shpërdorimit të detyrës dhe dëmtimi habitatave në zonat e mbrojtura midisore. Sipas prokurisë së Sarandës, zona ku po zhvilloi ndërtimi i quajtur si Kanali i Vivarit bën pjesë në parkun kombëtar Butrind dhe ka statusin monument natyre sipas vendimit numër 303 me datës 10/5/2019. Nga hetimet ka rezultuar se nga ana e punojësve të Inspektoratit Vendor të Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë Sarandë nuk është mbajtur procedura ligjore në lidhje me konstatimin e plotë të punimeve dhe ndaj subjektit që po kryen të punimet nuk është marrë mas administrative dënimi me gjobë.